ne kemi tregu dhe kemi dhënë dëshmi që jemi të gatshëm me gjetë një kandidat konsensual. Kjo lidhet prej kohës së dekretit të presidentes, kur momentin kur nuk kishte vullnet nga opozita që Vjosa Osmani të jipen votat nga opozita për presidentet vendit, opozita filloi ta ndroj qasën, të paktën unë çka kom pa në opinion publik, se tashmë do ta kemi Vjosën kandidate nga Lidha Demokratike e Kosovës apo në koalicion, dhe eksponent politik edhe medial nga opozita kemi pa në media që ne duhet shkojmë në zgjedhje sepse ne s'kemi çka të humbim më. Po gabim e kanë. Sepse ne s'kemi çka të humbin, në zgjedhje do të humbë opozita, por ju e dini që populli e ka një fjalë që e keqja s'ka skaj. Andaj opozita nuk duhet me menu që tash do të shkojnë në zgjedhje dhe lëvizja vetëvendosje mund të dëmtohet pasi që ata pretendojnë se Vjosa Osmanin do ta kenë në krah Lidha Demokratike e Kosovës në koalicion apo pa marrë parasysh. Po thuaj që s'po vinë ditë mira për opozitën, edhe nëse shkohet në zgjedhje, s'po kënohet mirë. Ata po thonë, shpesh i kemi dëgjuar edhe në media ermal që ne s'kemi çka me humb, dhe me humb do të humb vetëm lëvizja vetëvendosje, por është një thonje e popullit që e keqja s'ka skaj, andaj opozita duhet me ditë se mund të ketë edhe më keq se ky rezultat. Astrid, tash nëse duhet me debatu, pra unë nuk po shoh që ka nuk po shoh që ka një vullnet të gjerë politik duke u nisur nga lëvizja vetëvendosje për të zgjedhur presidentin e ri të Kosovës. Unë besoj që edhe Mefi këto në realitet e sheh që nuk është që po jep kush zor dhe nuk po jep zor është Zoti Kurti, si hisedari kryesor në këtë proces që të bëjë zgjedhjen e presidentit. Mos të harrojmë normal, jemi me datën 15 prill. Përpjekja e fundit për të bërë president ka qenë me datën 3 ose 4 shkurt ose 5 shkurt, pra i ka më shumë se një muaj e gjysmë gati që ka qenë përpjekja e fundit për me bërë president. Emrat e fundit që janë propozuar për president kanë qenë Glau Konjufca dhe Fatmire Kolçaku. Por nuk ka pas asnjë propozim tjetër për çështjen e presidentit për postyrë që i ka bërë Sadera Maboja në studio Debat Plusis nga kërkush. Po lëvizja vetëvendosje deri më sot Mefi, sipas mendimit tim, dhe hapur për diskutim, unë nuk kam pa një propozim përveç Murat Jasharit, një propozim i cili kish mujt me qenë gjithë përfshirës jashtë politik nga lëvizja vetëvendosje.